aktori nuk del kur në penzion. Do të thëmë, kur të fillojnë problemet e pleqnisë. Jo më mërzit se më që është hala, është shumë, fillimi është, a duhet me japë shumë, për me arrit që ato pak që ka më nënë ti. Ju të regova me kolegë që kur nuk e kësha bua ato, kur nuk e kësha lënë profesionin, vetëm nëse s'kish pas mo që ka më punu. A di shka di më bujë, bëjat një projekti caktum. Okej. Një projekti caktum ku kalen limite, dikur kalen një par monotonie, kur nashta as nuk ka të shku gjithë shka. Mirë, po. Shka na kena mënu, mas e thu veç ta kryim, ta nisim tjetrin për mi mbush veten. Po. A di, nashta ki qalu ti vetë me personazhin, ka qalu ekipa komplet, nashta të leximi i tekstit, ka qalu, s'ka qalim, po dhe veç nuk jena në linjën e njëjtë, po. Okej. Mu më s'më konë linjën e njëjtë, po mu me të mërzit që aty për që aty, po është edhe i sanë që mu që më ndodhë shembull një projekti caktum ose një shfaqje, doket që s'u shku mirë, si e një mirë, e thu për kryet mu, po talun shfaqje mas 3-4 reprizave, 5 reprizave, shëqet dashëror, se kjo për mundu dhe ato. A mu mërzit, jo mu mërzit, se më që është hala, është shumë, fillimi është, a duhet me japë shumë, për me arrit që ato pak që ka më nënë ti. Po do në punë, do në përkushtim normal, do në angazhim të madhë, do në investimin vetë non-stop. Në vërtet. Se edhe tash se cilin herë ma shumë njërzimi bëhet ma inteligent, ka bëhet ma inteligent dhe... Eksakt. Së është letë me mashtru njerëz, me shti me besu. Po dhe në kuptimin e mirë të fjallës edhe po. Me shti me besu prallë, me besu ndjesi reale. Ajo masaj dënë shumë dënë edhe inteligencë, si aktor, si regjisor, dhe më dhëmë përvoli komplet për komunitetin tonë që më konë shumë besushëm dhe më konë shumë pranushëm. Dhe më si të komedia, dhe nuk u bëas pak letë, pa ja vështirë me qeni pranushëm. Për me mund me dëpërtu besfar, qëta shpo e shohem. A më thënë që ka afat kohor, ose afat skadence një aktor? Jo. A dhe qysh, i ke bo 40 vjetë dhe më zba. Po të në dim që aktori, të në dim, dhe më thonë, në të profesionet e dim që sa ma shumë eksperiencë jetësore, sa ma shumë që kalën, sa ma shumë që veç je përballë me problemet tuja, shumë ma letë të zgjidhja në skenë. Aktori nuk del kur në penzion, do thëmë, ku të fillojnë problemet e pleqnisë që mo dikur mund është me majnë menda, që ka vodion, nuk je i mirë, nuk je i forsh fizikisht, që atërën është, po jo, apet para kamerës bëm punë, po flasë për teatrin specifikisht. Aktori nuk i kalon kur afati, do më thonë gjithmonë ka për to. Okej. Do më thonë, besfar ti aktrimi nuk e lënë disa të lënë aktrimi tyja? Po. E vërtet? Do më thonë është, është profesion që kom ndru për to. Dhe që nëse heni herë në aktrim, po i bën që fështirë del për ti? Po së është edhe periudhën e studimeve që e bën shumë shpirtnore. Okej. E bën shumë... Si jo se cili profesion e ka që pjesën me mu lidh shpirtnesht? A bëden diqysh, se di, me punu në zyre 8-4, që ki mu lidh shpirtnesht? Për shumë, bo fatura, a bëden, e përshë është arte. Arte është tjetër muhabet. Kur falëshim parim, shambull, amik, se ka njëherë ka ankesat e vetë, ajo, kjo. A di ku diskuteshim, shambull, a ishe ik jashtë, a ishe ik me jetu në Amerikë. Kretë matematika ti prish, vetëm mos marrë në profesionist. Do më thonë, kreti sakrifikon, po ku të shpunat e profesionin, mase vishë ku të shatë investimin shpirtnor, mendor që e ki bo. Shumë mirë e the, për një me po. Mase ajo kup nalë gjithë shka. Edhe realisht, qëto na dikur të najtë me shokë që ju të regova me kolegë që kur nuk e kësha bo ato, kur nuk e kësha lënë profesionin, vetëm nëse s'kish pas mo që ka ma përnu, nuk e shëkon aktor i dektë në thojza, i pa pun që s'ki pun një vjetë dysë, po në neqë, atëherë të shumë ndërmarrë dhe shka.